Mirë se erdhët në Rezën ton, në rubrikën Bima dhe Shëndeti do të flasim sot për zhurmën në vesh. Ajo fishkëllima, ajo gumëzhima, ajo zhurma që ju e dëgjoni mund tjetë aq bezdise, por mbi të gjitha mund tjetë një sinjal që trupi po na jep për një problematik të caktuar shëndetësore, cilat janë këto problematika që fshihen pas zhurmës në vesh dhe si ti trajtojmë përmes disa kombinimeve natyrale që doktor Ylli Merja do të na tregoj sot. Mirë se erdhët doktor, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Çfarë është zhurma në vesh? Është, le të themi, një sinjal më vete, është një kompleksitet problematikash, apo dhe si ta kuptojmë që është zhurmë në vesh edhe jo një shqetësim që vjen i lokalizuar nga jashtë? Po, e kuptoj, pra jo një çrregullim fiziologjik. Zhurma është një tingëllim në vesh, nga ka marrë edhe emrin nga latinishtja tinnitus. Atëhere, nuk është sëmundje, është një simptom, është një sindrom, më saktë një para sëmundje, ose një lajmëtar për ndonjë problematik shëndetësore. Është një tingëllim që kur ambienti është në qetësi, atëhere një person dëgjon një tingëllim në vesh. Dhe kjo tingëllim, që më shumë dëgjohet natën, sepse natën nuk ka burime akustike, burime zhurmash, kjo mund të jetë e lehtë, e durueshme, mund të jetë mesatare, por mund të jetë edhe e fortë aq sa mund ta lëri personin pa gjumë. Pa gjumë. Të prish cilësinë e ditës. Të prish cilësinë e ditës dhe të përkeqëson gjendjen për ditën tjetër. Atëhere, kjo me të vërtetë që nuk është sëmundje, por mundet që tjetë edhe një lajmëtar për shembull, ose mund të bëhet shkas për një sëmundje të trupit tonë, sidomos ato nervoret. Sepse edhe sikur llokumet të jap njëri ose mjalt në mënyrë të vazhdueshme, do të vijë një ditë që do të neverite, do të thosh është në masë, në ekuilibër. Pra, po kështu edhe kjo zhurma kur zgjat për shembull me muaj, me vite, kur kjo rritet në mënyrë progresive, atëhere bëhet shkak për sëmundje të tjera nervore. Pra, një ankth, një stres se çfarë kam, pse s'po më hiqet, pse s'po e zgjidh e kështu me radhë. Pa edhe ajo bezdia që të krijon çdo ditë, çdo orë, të prish gjumin, të prish ditën, sigurisht që të bën më nervoz edhe më. Dhe këto zhurmat përgjithësi janë të karakterit subjektiv, që do të thotë e dëgjon vetëm subjekti, vetëm individi dhe jo të tjerë që kjo është më shqetësuese pastaj. Afër teje, por mund të jetë objektive në qoftë se dikush për shembull, pra ka disa lloje zhurmash, që nëse vëm një stetoskop, një kështu, mirë thash, këtu tek vesh, një stetoskop, jo tap, një aparat dëgjimor, që ta amplifikoj, ta shumë fishoj këtë zhurmë, atëherë mund ta dëgjoj edhe dikush tjetër. Se çfarë lloj zhurme është kjo e mundur. Pra kjo është e karakterit objektiv. Atëherë, duke qenë që është një tingëllim në një mjedis ku nuk ka burime zhurmash, sidomos natën në qetësi, disa njerëz kanë gjetur një farë zgjidhje, por që nuk është ajo, të marrin për shembull dhe të lënë pak televizorin hapur. Që ky të bëj pak zhurmë natën, në mënyrë që ky individ të mësohet dhe të flerë me një zhurmë të nivelit shumë të ulët. Për shembull tek dyshi, tek treshi, po. Atëherë, kjo si thua është një farë zgjidhje po e pjesshme. Të maskojmë atë që neve kemi në kokën tonë, në veshin tonë. Dhe nëse do të shikojmë pra këtë lloj simptome, mundet që të kuptojmë ose të analizojmë shkaqet nga na vjen. Për shembull, një person që punon me DJ, me kështu, që është në prani të zhurmave akustike të larta, le të themi mbi 80, 90, 100 e më shumë decibel, atëhere, ky detyrimisht do arrijë që t'i dobësoj nervat e dëgjimit, dhe nervat e dëgjimit, unë them, janë si një tuf kabllash, që dikush një pjesë e tyre kanë për funksion që të kapin atë tingullin më të ulët. Një atë mbi të ultin, afër mesatares, mbi mesataren, e deri tek ato shpërthimet e forta. Pra, nëse neve dobësojmë, ose nga infeksioni, ose nga zhurmat e forta, ndonjë pjesë të këtyre fijeve nervore
që transmetojnë këtë zhurmë, këtë tingëllim në nervin e dëgjimit dhe e përkthejnë atë në valë zanore, atëhere ato fije nervore që dobësohen, me kalimin e kohës, nuk transmetojnë më valë tinguj, po transmetojnë zhurmë. Kjo është pra një problem që vjen nga një profesion i caktuar. Pra, kjo quhet themun profesionale, ose shpërthimet e fuqishme, për shembull. Sidomos edhe sot që janë vatra luftash, atëhere atje pa diskutim, ka njerëz të cilët do t'i përjetojnë dhe do t'i përfitojnë këto anë të këqija nervore. Përveç se dobësojnë dëgjimin, po ashtu edhe ndikojnë tek kjo zhurmë. Dobësohen nervat e dëgjimit dhe këtyre do t'ju mbetet jo vetëm ajo shija e hidhur e luftës, por edhe kjo tingëllima në vesh, ndoshta edhe për gjatë gjithë jetës së tyre. Pra kjo ishte njëra tjetër. Shkaqe të tjera mund të jenë, për shembull, neve kur na vinë në klinikë i pyesim, a ke kaluar ndonjë virozë, ndonjë infeksion bakterial? Dhe shumë prej tyre thonë që po, kam kaluar dikur kështu dhe që atëherë më mbyllën veshët. Ose më mbyll njëri vesh dhe më ngeli kjo zhurma. Pra, një infeksion bakterial, sidomos kur ky infeksion viral ose bakterial depërton në kanalin në veshin e mesëm dhe të brendshëm, atëherë ai mund t'ju mbështillet fijeve nervore dhe ata nuk janë më të rehatshëm dhe nuk transmetojnë më valë, por gurgullima kështu. Ose bllokimi i kanalit të eustakut. Është ai kanali që lidh hundën me veshin e mesëm. Kjo është për të balancuar, si thua, atë presionin atmosferik brenda në vesh me ambientin. Që bëhet me atë testin e frym. Kjo mund të bëhet për shembull po, nëse kjo është po, pra mbushim mushkrin me ajër, mbyllim hundën, dhe sjellim ajrin përsëri. Jo, sjellim ajrin deri këtu te hunda, hapim pak gojën kështu, pak, në mënyrë që ne të ndihmojmë që kanali e eustakut, kur nofullat janë të mbyllura, mbyllet. Kur nofullat janë të hapura, ai hapet. Ne hapim pak dhëmbët, kështu, sjellim ajrin me presion dhe rrisim presionin pak e nga pak, derisa në të dy veshët ne të dëgjojmë një kështu si zhurmë. Të holl, duket si është një fije holl zhurmë, po. Atëhere, në qoftë se në njëri nga veshët nuk e dëgjojmë këtë, atëhere është i bllokuar. Ky kanal është i bllokuar. Por shkaktarë të tjerë mund të jenë një cervikale e theksuar, pra një shtrëmbrim i qafës, mundet që të na mundësoj shtypjen e jo vetëm shtypjen e arterieve që furnizojnë trurin, por edhe fijet nervore. Po mundet që një pjesë njerëzish, për shembull, aty ku nofulla e poshtme montohet dhe bën ato lëvizjet hap mbyllë kështu me radhë, jo se kjo do të na i nervoj atë nervin trigeminus facialis, por ajo mund të na i nervoj ose mund të na shtypjë ose të na lëndoj nervat e të dëgjuarit. Pra nervat që ndodhen sidomos për rreth veshit të mesëm dhe të brendshëm. Dhe në këto raste ajo na jep një tingëllim. Por mund të ketë njerëz të cilët kanë dyll në vesh dhe hera herës, për shembull, ata kur e pastrojnë, ai dylli si një spruco e hollë vesh atë daullen, ose pjesën fundore të kanalit të veshit, dhe ajo nuk transmeton, e ka humbur atë vibrimin e saja, dhe nuk e transmeton me vërtet ashtu siç duhet atë valën zanore që e merr, dhe mandej pasaj të përkthehet në valë zëri. Me që se përmende pak këtë pastrimin e veshit, se çfarë s'kam parë për pastrimin e veshit, që tek fijet kunjat e shkrepses, tek pjesa e çelësit, pjesa metalike e çelësit. Më tregu pak çfarë gabimesh bëjmë dhe si duhet pastruar veshi. Po, ka njerëz me të vërtet që sikur ju ha veshi, ju kruhet dhe marrin sende të forta. Shumë e kanë përdorur edhe me ato shtizat që bëjnë çorape, për shembull. Gozhdët, shtizat. Duhet të dimë një gjë. Asnjëherë veshi nuk kënaqet me të krojtur. Dhe do që ta kruash më shumë, dhe shumë prej tyre, nga ajo kënaqësia që sa mirë po bën, arrin që ta çajnë këtë membran. Dhe që nga ky moment ata kanë shtuar zullumet e tyre. Pra, nuk duhet të përdorim sende të forta, pa le pasaj të mpreta, për të krojtur veshin. Sikur më e thjeshta le të jetë ai tamponi i veshit, ai pambuku, që mund ta lagi me diçka. Për shembull,
me thjeshta, pak raki, lage me pak raki, bën dhe një lloj disinfektimi, si të thuash, ose me propolis. Dhe shikoje, a do të ngjyroset apo jo. Nëse u ngjyros, do të thotë që ky dylli mundet të na sjellë këto problematika. Po, është normale të pastrohet çdo ditë veshi, meqense jemi te pastrimi apo çdo javë? Nuk është mirë që të pastrohet çdo ditë veshi, po është mirë, po, për shembull, mbas larjes, mbas dushit e kështu me radhë. Po është dhe zbutur pjesa e dyllit, mund të jetë një pastrim me tampon. Të thahet veshi me tharse, me atë temperaturën jo të nxehtë, jo me atë presionin e fortë të ajrit, po të lehtë deri në mesatare. Dhe mandej mund të hedhim në të që është e mrekullueshme thjesht një pikë vaj ulliri. Brenda në vesh? Zbusim, po, brenda në vesh. Brenda, ajo do të shkoj deri në fundin e veshit të jashtëm, dhe pastaj do të dali, do të rrjedhë jashtë. Pra, kjo është e mrekullueshme pasi ne mbrojmë gjithë pjesën e kanalit të jashtëm të veshit, dhe ky është si një ushqyes dhe qetësues nervor. Doktor, ka njerëz që këtë zhurmën, që të rikthemi temës, këtë zhurmën në vesh e kanë jo vetëm nga njëri vesh, po i kanë nga të dy. Kjo tregon një rrezik më të lartë, një sëmundje më... Atëherë, duhet të mendojmë që neve mundet që në këto raste mund që të na vej mendja për ndonjë mbingarkesë të metaleve të rënda. Ndoshta mërkuri, ndoshta plumbi e kështu me radhë. Por shkaktarët, le themi, janë të shumtë. Tensioni i lartë mund të shkaktoj? Tensioni i lartë, jo, mund të shkaktoj kjo për shembull. Pulsim. Duket sikur pulson, kështu tamam si ato arterjet, sepse këtu në pjesën e pasme është arteri dhe një nerv janë shumë afër dhe nëse kemi një rritje të presionit, ajo mund të na ceki, mund të na inervojë atë pjesën e nervit dhe ajo mund të na japi edhe dhimbje koke, po mund të na japi edhe zhurmë në vesh. Atëherë, le të themi, shiko, shkaktarët e zhurmave në vesh janë të shumta. Mund të jetë edhe një tumor i kokës, për shembull, nga më ekstremet. Në përgjithësi, atëherë, le të themi, shkaktarët janë të shumta. Pak nga këto që neve ju përmendëm, këtyre dëgjuesve do t'ju vlej. Por nëse kjo zhurmë kalon një javë, 2 javë, dhe sidomos kur kemi rast që dhimbja po përparon, dhe si thua ajo kap gjysmën e kokës, do të thotë që këtu kemi një infeksion bakterial dhe ky zotëria nuk e zgjidh dot problemin. Pra detyrimisht ai duhet shkojë tek një mjek. Dhe diçka tjetër, se përmendëm gjatë gjithë kohës, për shembull fishkëllim, gumëzhitje, bëhet diferenca edhe sipas llojit të zhurmës edhe gjendjes shëndetësore? Po patjetër, patjetër. Çfarë lloj gjendje është? Le të themi kështu, për shembull, dhimbje e veshit, thjesht zhurmë. Atëre, mundet që të kemi një nga këto që unë përmenda më sipër, por mund të jetë edhe ndonjë infeksion i lehtë viral që po na i lë këtë zhurmë në vesh. Nëse kemi zhurmë dhe dhimbje koke, pa diskutim që mendja duhet na shkojë tek ndonjë infeksion bakterial. Dhe ky mund të na japi edhe temperaturë, mund të na japi marrje mendsh e kështu me radhë. Nëse kemi një zhurmë të lehtë në vesh, ose mesatare, ose të fortë, por që jemi shtrirë në krevat dhe sikur tavani na vjen rrotull, atëherë pa diskutim që kemi të bëjmë me veshin e mesëm ose të brendshëm. Nëse kemi me të vërtetë atë si pulsim të fortë, mendja duhet na shkojë që të masim edhe një çik tensionin arterial dhe të shikojmë si është ecuria e këtij tensioni në vazhdimsi, për shembull, sa është në mëngjes, sa është në drekë, sa është në darkë, e mbajmë këtë punë në korrent. Nëse kemi, për shembull, bllokim të dy veshëve, po pak temperaturë, ndoshta deri në 37, 37.5. Mendja duhet të na shkojë ose tek ndonjë ftohtë muskulor, ose tek ndonjë viroz e lehtë, për shembull, që mund të na ketë kapur hund, gryk, vesh. Por ne themi kështu, nuk mundet që individi, sidomos ai që nuk ka ndoshta një arsim mbi mesataren, të vetë diagnostifikohet. Ai duhet të shkojë patjetër, duhet të shkojë tek mjeku, ta shikojë, të bëjë disa ekzaminime, ai mund të bëjë për shembull një audiogram, bën ekzaminimin e veshit nga jashtë, bën disa teste. E rëndësishme është që kur të shkojmë tek mjeku,
ne ati t'i japim një informacion të plot. Ai nuk do të gjykoj lehtemi në fazën e parë, pa tjetër. Ai në fazën e parë thjesht do e shkoj veshin nga jashtë, do bëj audiogram, dhe thot po. Nga veshi s'ke gjë, pavarësisht du të ke fillohemi. rënje të nervit të dëgjimit, thot po, mosha jote është e tillë që nervat bien. Edhe kaj do t'jap ndonjë qetësues nervor dhe iku. Në të vërtet, ndoshta ai kapi diçka këtu, por ende nuk na ka dhënë atë zgjidhjen e duhur. Njerëzit duan zgjidhjen. Atëre, nëse shikohet që me të vërtet kjo problematik mbetet për javë të tëra, për muaj të tërë, është rëndësishme sa zgjat, që të kuptojmë zgjatja më pa pas diskutim është shumë e rëndësishme. Si shoqërohet, me çfarë shoqërohet tjetër? Vizitat, ekzaminimet janë shumë të rëndësishme, që të shikohet për shembull si kanë lëvizur këto parametrat e infeksioneve bakteriale dhe virale, të shikohet si është niveli i vitaminës B12, pasi edhe kjo mund të na japi zhurmë në vesh. Mungesa e Po, B12-s. mirë është që të bëheshin edhe këto metalet e rënda, kjo e plumbit dhe e mërkurit. Shikohet edhe ajo ideja që mjeku ka perceptuar në veten e tij rrotull diagnozës sonë, dhe krahas mjekimeve që jep mjeku, duhet të gjejmë edhe disa qetësues të tjerë nervor, ose disa antiviral ose antibakterial nga natyra. Qartë. Si të thuash, të bëjmë një kombinim, një gërshetim të të dyjave që të luftohet problematika. Pra, çfarë ndihmon nga trajtimet natyrale bimore për zhurmat në vesh, që të tregojmë tani se si ndihmojmë njerëzit me këtë trajtim? Po, atëherë unë do të thosha kështu, edhe njëherë ne kemi përmendur në një emision që nëse do të marrim disa perime që janë antivirale dhe antibakteriale njëkohësisht dhe t'i trajtojmë, t'i kaurdisim për shembull ose me vajin e ullirit, ose edhe me rakin, që të dyja ekstraktojnë, vaji i ullirit na i lë të zbutur atë veshin e jashtëm, atë kanalin, por edhe na i dezinfekton. Ndërsa rakia, kur të marri këto ekstraktet, do të çohen këto ekstraktet bimore aty dhe do bëj një dezinfektim të lehtë dhe ajo pjesë avullon dhe ikën. Pra mbetet si thua vetëm ajo pjesa e ekstraktuar e bimëve. Atëre, cilat nga këto bimë mund të përdorim neve? Për shembull, një antiviral dhe bakterial shumë i mirë është qepa dhe hudhra. Ato kanë edhe antibiotik në vetvete e kështu me radhë. Po mund të marrim edhe kafen, atë kafen po të papjekur, kokër, për shembull nëse do marrim 3, 4, 5 thelpinj hudhra, varet nga madhësia e tyre, nga 2-3 fije qepe të prera kështu, mund të marrim 2 ose 3 nga ato fetat e prera të prasit, mund të hedhim 7-8 kokra kafe të papjekura, t'i kaurdisim dhe në të mund të shtojmë, nëse kemi ose pak barblete, ose pak livando, ose pak kamomil, pra nga këto bimët, që të themi aromatike, sepse kanë vajra esenciale, t'i kaurdisim, t'i kullojmë mirë, të ftohet ajo mas. Ta lëm të ftohet dhe mbas kësaj mund të lagim atë tamponin dhe hedhim brenda në vesh 1 ose 2 pika. Kaq është e mjaftueshme. Ndërsa pas veshit dhe para, hedhim afërsisht, nëse kemi me atë vajin e ullirit të ekstraktuar, hedhim 4-5 pika. E shpërndajmë për shembull para veshit, mbrapa, bëjmë një masazh të lehtë, një 2-3 minuta, kështu, për shembull me këto kështu, dhe pastaj e kap veshin në pjesën e poshtme të tij dhe e hap kështu anash. Në këtë mënyrë, neve bëjmë një dezinfektim, e trajtojmë këtë zonë me këto antiviral dhe antibakterial dhe njëkohësisht qetësojmë fijet nervore. Do të vëzhgojmë fenomenin si do të eci. Për shembull, edhe si kur tjetë ndonjë fëmijë i vogël që i therr veshi, që e çon dorën e kështu me radhë, kjo që unë e përmenda është e mrekullueshme. Ne kemi vënë re, qetëson fëmijët me njëherë dhe brenda 5 deri në 10 minutash ata bëjnë gjumë të rehatshëm. Po kështu do të jetë edhe tek të moshuarit ose edhe tek të rinjt që kanë këtë zhurmë në vesh. Pra të mos harrojmë që janë gati 15% e popullsisë. Sot që
e kanë këtë sindrom në mënyrë të vazhdueshme. Nga Dhe një shkaktar të pjesë e ndryshëm. tyre ju kurohet e ikën, e futen prapë të tjerë. Dhe kjo afërsisht mbetet po kaq, njëjtë 10 shifra. deri në 15%. 2 deri në 3% e tyre. Pastaj, mbas ekzaminimeve të shumta, kuptojnë që me të vërtet, pas kanë patur patologji të tjera në organizëm, dhe një pjesë e mirë e tyre kanë kuptuar që shiko, këta kanë pasur diçka stresante, një lodhje nervore, pra është një zhurmë e trurit, le të themi, por që pasqyrohet tek veshët. Atëhere, kjo ishte njëra për shembull. Një trajtim. Këtë ne mund ta bëjmë një herë në ditë ose 2 herë në ditë. Një trajtim tjetër është mund të përdorim disa bimë që janë qetësuese. Për shembull, është shelinoku ose bari i bletës, pasi ky përmban në brendësi të tij disa limonene. Edhe po ta shikojmë në atë barin e bletës, atë shelinokun, ai vjen një erë limoni të mrekullueshme dhe është një qetësues nervor. Po ka edhe pak vitamin C, po ka edhe ato vajrat eterike që na qetësojnë dhe këto kanë vetëtin që të ulin atë agresivitetin e zhurmës në vesh. Jo pa qëllim kam sjell këtë gjethen e dellit të gjerë, po edhe e ngushta. Pra, po ta shohim, kjo ka 5 nervatura, tamam si këto gishtat e dorës. Dhe këtu në pjesën e mbrapme, të gjithë që ta këpusin do të vënë re që këto 5 tentakulat e kësaja ja ku mbarojnë këtu. Atëre, bima flet me gjuhën e saj të heshtur. Shiko mua dhe mendo çfarë përfitimesh do të kesh. Që do të thotë, për këto sëmundjet nervore, për këto sëmundjet infektive, por për këto nervoret, gjethet e dellit janë shumë të mira. Pra, e përdorim nëse e kemi në obor, në gardhin e shtëpisë, e kështu me radhë, i përdorim këto gjethet, qoftë të dellit të gjerë, qoftë të dellit të ngushtë, dhe do të kemi përfitim. Forcohen nervat. Në të rësi, përfshi këtu edhe nervin e dëgjimit. Që do të thotë, ajo zhurma, nëse është nga lodhja nervore, nëse është nga mosha, fillon pa diskutim që të ulet. Si çaj përdoret më vete apo e kombinuar me diçka tjetër? Mund ta përdorim si më vete, po mund ta përdorim edhe të kombinuar me të tjerët. Po unë përmend çfarë mund të kemi rrotull shtëpisë, sidomos në për këto tokat bujqësore ose është kjo gjethja e dellit, pra si çaj i tillë, ekziston dhe në gjendje të thatë, apo jo, që kjo të bëhet çaj. Sa shpesh do ta konsumojnë individët? 2 gota në ditë. Një para dite, një pas dite. Kjo do t'jetë dhe për dhimbjet reumatizmale dhe për ato dridhjet e duarve, edhe për forcuar këtë nervin e të dëgjuarit. Mund të përdoret mendra e butë, ose nenexhiku, ose mentha piperita. Pra, edhe ajo si çaj. Edhe kjo si çaj. Dhe nuk diskutohet që do të kemi përfitime. Pa lënë mënjan, konsumimi 2-3 thelpinjve hudhra, pa lënë mënjan pak qep në drek, të freskët, jo të skuqur, jo të zier, jo të skuqur ose jo të pjekur, të gjallë, siç është, biles natyrale të freskët. Ajo qepa e gjallë me atë salcën e kosit, nëse e presim në katërsh, edhe t'i përdorim ato si kupat vogla për të marrë nga pak salcë kosi, ajo përfiton një shije tjetër, humbet, si të thuash, ose maskohet plotësisht ajo djegja, dhe të bën që me vërtet të konsumosh qoftë edhe një qep në ditë. Dhe kjo na bën shumë mirë nëse ne do të kemi të bëjmë me ndonjë infeksion viral ose bakterial. Po, e drejtë. Ul shkallën e agresivitetit të zhurmës në vesh. Në qoftë se do të kemi mundësi të bëjmë ndonjë avull me rigon, po sidomos po ta kemi këtë kanalin të bllokuar. Nëse zhurma vjen pikërisht nga bllokimi i kanalit të eustakut, atëherë pak avull që mund të bëhet, rigon, ekualips, ose thjesht rigon, pak hudhër, pak kanell që mund t'i kemi në shtëpi. Gjatë marrjes, gjatë inhalimit, të kemi parasysh që pak gojën duhet ta mbajmë hapur, në mënyrë që të na hapet ky kanali i eustakut dhe ne jemi mrekullisht të qetë, pra në këtë drejtim. Mund të bëjmë një trajtim tjetër, për shembull, ne herën e parë folëm për
lulen e basanit, pra edhe kemi trajtuar që... Përdorëm të reguam ekstraktin, vajnë e lullës e basanit. Po ta shikojmë, vaj basani që është i kuq në brendësinë e tij nuk ka vetëm atë beta-karotenin, por na interesojnë shumë mirë ato komplekset e vitaminave, B1, B2, B3, B6, që qetësojnë sistemi nervor dhe ushqejnë atë. Atëherë, nëse e kemi edhe vajnë e basanit, ose ekstraktin balsamik, që është më i fuqishëm akoma, mund të pihen 2 lugë çaj në ditë, që neve të ruajmë të shëndetshëm gjithë sistemi nervor dhe të ndihmojmë në fuqizimin e nervave, jo në dobësimin e tyre. Një mënyrë për të zëvendësuar dhe kompleksin e vitaminës B, me qënë se pra, ishte një nga shkaktarët? Pra, kjo B3, niacina, ushqen shumë mirë nervat. Dhe kjo ndodhet në brendësinë e kësaj. Atëhere, po ta kemi këtë në kushe shtëpie, e përdorim 2 lugë çaj në ditë. Pra, gjithë vëmendja duhet të përqendrohet në këto të 2 drejtime që i ka vetë njeriu në dorën e tij. Të luftojmë viruset, bakteriet, që janë shkaktarët e shpesh të zhurmës. Që janë më të shumtat, dhe të fuqizojmë sistemin nervor. Këto janë 2 drejtimet më kryesore, dhe tjetra është të rrisim atë shkallën e aktivitetit mbrojtës të organizmit. Rezistencën. Po të harrim në këto të 2 drejtime kryesore, të 3 drejtimet, atëhere edhe zhurma në vesh, t'jemi të bindur që do filloj atë kurbën e rënjes së saj. Ndërsa, nëse kemi të bëjmë ndonjë infeksion të brendshëm, atëhere nuk do të lëmë pas dore edhe trajtimin mjekësor. Kështu që ky si problematik vihet pastaj në rrugën e zgjidhjes së saj. E para diagnoza nga na vjen zhurma, me infeksionet dhe apo pastaj kanalizojmë mjekimin, trajtimin natyral, gëshetura si shtatë dhe ju për shkak të diagnozës dhe ekzaminimit që mjeku ju ka bërë, në mënyrë që të ndërthuren të 2 llojet e mjekimeve. Një pjesë mund ta kenë këtë zhurmë për shembull kur ngrihen me avion ose kur ulen. Ndoshta ai është duke fjetur, ose është duke fjetur, ose ka shtrënguar nofullat për shembull, dhe në këtë mënyrë nuk ruajmë atë balancën midis veshit të mesëm dhe të brendshëm dhe ajrit në natyrë. Kështu që në momentet që ulet avioni ose që ngrihet, njerëzit është mirë gojën le ta mbajnë të hapur. Pra, dhëmbët të mos më ciken me njëri tjetrin, mos të preken, i mbaj 3-4 mm larg, qoftë edhe me buzët e mbyllura, nuk të shef njeria. Kështu, hapet kanali dhe ne bëjmë këtë balancën e shtypjeve atmosferike. Ju ndodh shpesh dhe tek fëmijët dhe të rriturit kjo pjesa. Pa pra është mirë që edhe fëmijët i mësojmë, sepse kjo e fluturimeve ajrore tashmë pothuajse është e shpesh tek çdo njeri. Ose unë ju kam thënë njerëzve kështu. Për shembull, ka njerëz që e kanë zhurmën, po të jenë shtrirë, po të lëvizin kokën e kështu dhe kur çohen, ajo sikur ju ikën. Këtu kemi të bëjmë me atë dyllin e veshit që unë e përmenda. Ose ju them për shembull, pa bëni një ecje për shembull, nga një vend fushor në një maj kodre. Si ndryshon ky raport? Po ndryshon shtypja atmosferike dhe ty t'ikën zhurma, atëherë kemi bindjen që kjo zhurmë eliminohet shumë shpejt. Qartë. Faleminderit për gjitha këshillat, doktor. Do të jem patjetër edhe në kanalin tonë në YouTube, mund t'i riktheheni për të marrë trajtimin bimor dhe gjithmonë duhet të konsultoheni përpara se të përdorni dhe të trajtoni ose të vetë trajtoni organizmin tuaj. Faleminderit edhe një herë, ditë të mbar. Shihemi javën e ardhshme me doktorin, ne do të shihemi nesër, kështu që ju uroj të kaloni bukur ditën e sotme.